Me procesionin dhe bekimin e lartë degëve të ullinjve, këtë diell të lartë Kisha Katolike në Shkodër nisi rritjet e javës së shenjtë e të madhe të Pashkave, kulmim mbar vitit liturgjik. Procesioni u zhvillua nga Kisha Motrave Stigmatine deri te katedralja, ku më pas u kremtua mesha e shenjtë. Mesha u drejtua nga arkiepezhi i Arqidioqezës Shkodër-Pult, Imzo Giovanni Peragjine. Sipas traditës së kishës, kemi filluar këtë diele e larit, ashtu si quhet, me një procesion jashtë kishës. Atje kemi dëgjuar ungjillin që tregojnë banorët e Jerusalemit që kanë pranuar Krishti. Disa kanë thënë është një profet, si mbret. Duke dëgjuar mundimin e vdekjes së Jezusit, kemi kuptuar që të njëjtin person, një kohësisht, bas pak ditësh, kanë bërtitur kryqëzoje. Në të vërtetë nuk kishin kuptuar identitetin e Jezusit. Kanë pranuar Jezusin me entuziazmi, kanë pranuar Jezusin me një moment gëzimi, por menjëherë kanë humbur besimin e tyre ndaj Krishtit. Pikërisht në momentin e vështirë, pikërisht në momentin e kryqit janë larguar të gjithë. Edhe nxënësit e Jezusit u larguan. Edhe Pietri që kishte betuar, unë do t'jem besnik deri në fund, kanë tradhuar mësuesin e vetë. Vëllezër e motra, është shpeshherë përvojën e jetës së sonë të krishterë. Ne që themi se jemi besimtar, me gëzim e pranojmë Krishtin në disa momente, në disa raste, por njëkohësisht jemi të gatshëm të humbim besimin e Tij, kur edhe ne në ditën e përditshme e përmballojmë vështirësi. Në momentin e kryqit, në momentet të vështira të jetës së sonë, jemi të aftë të mohojmë Krishtin. Javë e madhe që po fillojmë, misterin e Pashkëve që kremtojmë në këtë javë, na thotë që vetëm nëpërmjet kryqit Zoti ka shfaqur dashurinë e Tij për ne. Zoti nuk ka zhmangur kryqin, e ka pranuar, e ka ndryshuar kryqin në momentin e jetës, ka ndryshuar vdekjen në jetën. Mos kemi frikë të përmballojmë edhe momente të vështira, sepse jemi të bindur si të krishterë të jemi me Zotin, Zoti është me ne pikërisht në këto momente të vështira. Rëmba e larit që kemi bekuar, e ju do të çoni në shtëpi, mos e mbani si një shenjë magjike. Nuk janë rëmbat që na largojnë prej keqit. Janë sakrament. Është Krishti që na shpëton me vdekjen e ngjalljen e Tij. Këto rëmba që mbajmë në dorë e çojmë në shtëpi tregojnë që jemi të aftë të pranojmë këtë mister, që jemi të aftë të jetojmë logjikën e ungjillit, që është logjikë e vdekjes e ringjalljes. Tregon që jemi të krishterë, që ndjekim Krishti në çdo situatë, edhe në momente të vështirë, duke pranuar dashurinë e Tij, atë dashuri që jo vetëm do të pranojmë për vete, por do të dëshmojmë edhe të tjerëve.